Po dëgjoj fol. Për çfarë bëhet fjalë? Është për babain tënd. Për babain? Po ti se di nëse do të vi? Ja. Shkoj të zbrazet disi, kushte disa kohë do të vonohet. Po si shkoj të zbrazet? Do më thënë pra, shkoj të qortoj disa persona për disa produkte që porositëm. Dhe që i kemi paguar, dhe se thonë se i kam blokuar në dogana. Nuk e di se sa pretekse kanë dalë deri tani. Pse nuk më njoftuat? Mund t'i padisim për mos korrektësi. Jo mërjo, do të tashohesh vetë. Hulieta do ta zgjidh të punë, sepse i për në kokë gjaku Aldana dhe bete fort, fucimtare. Po, unë doja të hanim bashkë. Atëherë pra të kisha ndenjur që më parë me të? Jo, puna është se unë kisha një punë, por Antonio më telefonoi që të shkonim të takonim një grua që donte t'i vestonte në ndërmarrje. Edhe ajo na la me gisht në gojë. Me çfarë njerëz shkon e bën marrëveshje Antonio? Se di. Mirë. Ka pasur në një gjë të paparashikuar sepse ajo është përfaqësuesja më e rëndësishme e ndërmarrjes franceze, quhet Isabel Miranda. Isabel Miranda? Po çfarë? Ti e njeh? Po, është e njëjta besoj. Sa po i dhash me qira apartamentin që ishte i Marijes. Ose nuk kam ndjenja, ose nuk e di nëse jam e aftë i shpreh. Maria, të lutem mos fol kështu sepse është e tmerrshme. E po këtë e di, por është e vërtet, Gloria. Ta thash një herë, pas asaj që pash në atë vend kaq të frikshëm, e vetmja gjë që mund të ndihesh një mëri e thellë. Po, këtë e kuptoj fare mirë, por jeta jote nuk mund të jetë vetëm kjo, Maria. Dale, shpjere në krye planin tënd si çdo, edhe më në fund do akmeresh ndaj Franciskës, Koronados dhe ndaj kujdo që të duash. Por të tjerët? Ytbir, jeta jote personale, ardhmja jote, dashuria. Mund të më japësh telefonin, të lutem? Po e shikoj që ma vë shumë veshin. Më fal, duhet të dal nga kjo. Mirëdita, zonjush. Ju mund të më lidhni me inxhinier Antonio Cortesin, ju lutem? Nga në zonjës Isabel Miranda. Asnjëherë nuk më ka treguar si vdiqytat. Seriozisht? Unë mendoja se ta kisha thënë. Në fakt jo, ndoshta unë e di që të duket e çuditshme që po të pyes, por jam kurështare. Si vdiqytat. Mirë pra, i mat vdiq në një aksident rrugor. Dhe ishte vetëm? Më falni sekond. Po? Isabel Miranda. Mirë kaloma telefonatën. Francezja që më la me gisht në gojë. Shofim çfarë do të thotë. Zonja Miranda, sa po mendoje se ju nuk po e prishni Terezin as për të marrë në telefon. Ndjem shumë në faj kashi jush, inxhinier. Më doli diçka e papritur. Sigurisht që po, patjetër. Kur dikush nuk shkon në një takim formal, gjithnjë është sepse del diçka e paparashikuar apo jo. Këtu nuk është vërtet si në Paris, zonjush Miranda, por ka telefona dhe ju i keni numrat e mi. Kuptoj që jeni mërzitur dhe ju kërkoj të falur. Jo, nuk është se jam mërzitur. Vetëm se më desh të ndryshoja gjysmën e agjendës sime për t'ju pritur. Por i mërzitur unë jo, sigurisht që jo. Do të doja të do më shpërbleja në një farë mënyre për kohën që ju bëra të humni, inxhinier. Ta më thoni, si mendonit më dërshpërbleni? Se di, më caktoni një takim tjetër. Mund të flasim për investimin që ndërmarrja ime kërkon të bëjë në tuaj. Do të ishte një takim i shkurtër. Më vjen shumë keq, por unë thash, kam një agjendë shumë të ngarkuar. Mund të takohemi në mbrëmje? Të takojmë në mbrëmje? Ju dhe unë? Po, për mua do të ishte në rregull. Po ju? Ku e njohë këtë far Isabel Miranda? Në asnjë vend e dashur. Sa për shpjegova që është një person që... Cila përfaqëson një shoqëri franceze shumë të rëndësishme. Ashtu që investimi që duan të bëjnë është shumë i rëndësishëm, por... A mjaft të lutem, Diana.
Mos më thuaj që je xheloze për një person me cilin po bëj marrëveshje pune dhe as ke njoh fare. Unë nuk jam xheloze, por gjithashtu nuk më duket e drejtë që të pranosh një ftesë për Dark. Pse nuk i lë një takim tjetër këtu në zyrë? Sepse sapo i kisha thënë se e kam agjendë shumë të zënë. Dhe po mos i kisha lënë këtë takim, do isha treguar i pa edukat dhe si një person as pak serioz. Prandaj, Po sa shumë interes që paske për këtë grua, po jo. Diana, të ta përsëris? Është një çështje biznesi, asgjë tjetër. Okay. Prandaj pranova ftesën e saj për Dark. Shumë mirë. Nëse do të jetë një Dark pune, si administratuese ndërmarrjes mund të vijë edhe unë, apo jo? E dashur, mos u gënje dhe as mos më gënje, të lutem. Ti nuk do të vish si administruese, por thjesht si gruaja ime. Dhe nuk po e kuptoj, ç'është gjithë kjo xhelozi e papritur. Është se di nëse është xhelozi, por ç'është e vërteta, unë e di që është absurde që t'jem kaq shumë xheloze, por se di, Antonio është si një perandinje e keqe për atë grua. Mjaft kaq absurde, Diana, të lutem. Jo, Antonio, ndi diçka të çuditshme, se di diçka. Është vetëm një mbledhje e dashur. Ajo që Fernando dhe unë duhet të bënim në mëngjes. Bukuri. Atëherë të vi Fernando me ty, si thua. Mirë, në rregull. Nëse kështu je më e qetë, le të më shoqëroj Fernando. Mirë? Okej, po. Po bësqesh? Mirë. E kënaqur kështu. S'ka problem, Tomasa. Ç'kemi Marisol? Çfarë do, Elena? Mirë. Erdha të flasim për Luisin. Po mi shkul Më falni. Kështu janë gejt, të prekshëm. Dëgjomni, nuk e di se çfarë po mendoni, por unë nuk jam ashtu. Dhe po të doni ja tregoj se çfarë mashkull jam. Forca, e janë aty. Jose. Kjo nuk është mënyra e duhur. Mirë, çfarë do që të thoja? Që jam nga ana tjetër pederast? Jo, po mos u trego arbut. Pse më lë vetëm? Ky është faj juaj, më lini të zjem me top plak. Mirë, më falni, u vonova më shumë se ç'mendova, po mos u trego arbut, të lutem me klientët. Ja, pra të kisha marrë në telefon të paktën. Ai i gjori Fernando po të kërkon kudo si i marr. Dëgjoj, përveç se më shkuli flokët, më do gjej edhe Sa për kokën. mua u bëfi qerose. Tamam në kohë erdhe dhe ti. Më fal, por kisha diçka shumë të rëndësishme. Po. Të gjithë kanë diçka për të bërë dhe unë këtu me gjithë të punë mbi kokë. Mirë, vetëm mos bërtit më, a? Tani jam këtu që të bëj çfarë të thuash ti. Jam tepër vonë. Duhet t'ja shpije çelësat e parkingut dhe të shtëpisë asaj qerargjie së re. Mirë, vogëlush, mos u zemëro. Tani mund të shkosh ku të duash vetëm pa bërë marrëzira, a? Jo, tani nuk kam se shkoj. Për fajin tënd, mu desh t'ja kërkoja Fernandos t'ja shpinte çelësat asaj. Çfarë? Dale kafe tuaja, më falni. E pjeni se mos ju ftohet, ë? Çfarë doni, djalosh? Pa shiko se me cilën u takova. Çfarë? Ju njoh? Coronado. Gjithë kjo kopa u para, apo jo? Një moment, ju lutem. Alo. Çfarë the? E dëgjove, mos hap derën për asnjë gjë në botë, siç të thash, mirë. Jo, sot me siguri që do jetë ai. Ai? Kush? Si kush? Fernando. Për hir të Zotit mos e hap për asnjë arsye. Nuk mund ta shpjegoj dot Maria, po sikur të vi njëri që Maria? The Maria? Çfarë ka Gloria? Me kë po flet Gloria?